Elbasani është veshur kuqezi në prag të ndeshjes Shqipëri-Portugali. Flamujt dhe aksesorë të tjerë me simbolet shqiptare janë ekspozuar përgjatë bulevardit kryesor të qytetit. Përtej atmosferës bukur që është krijuar në bulevardin kryesor të qytetit, banderola, flamuj apo edhe qeleshet me simbolin ton kombëtar, ajo që vihet e re në këtë ditë është mungesa e biletave. Shumë tifoz nga Kosova, Maqedonia, Malizi, por edhe nga qytetet e tjera të Shqipërisë janë ende duke pritur për blerjen e biletave pranë biletarisë së stadiumit. Tifozët që kanë rrugtuar nga Kosova janë të shumtë. Nuk ka bileta, po do mundohemi të hymi me dron, e vetë një mënyrë, është kjo. Pranë stadiumit ju tha se nuk ishte bileta, po online keni parë më parë? Po ka pas online, po se një konë shumë, po, na e në konë offline, e vërtej. Do hymi me dron, edhe këtu edhe me Serbin, do hymi me dron. Nuk ka. Dimi blerë online, po në kanë bo me dy emra me një person. Policia e shtetit ka përforcuar masat në pritje të përballjes së kombëtare son me Portugalin. 811 efektiv janë pozicionuar pranë stadiumit në bulevardin kryesor si edhe rrugët dytësore për mbarvajtjen e ndeshjes. Rast fitore, ekipi ynë për herë të parë kualifikohet në një kompeticion të rëndësishëm, siç është kampionati evropian Euro 2016 që do të luhet në Francë.